Kërkesat për punëtor në Zvicër, reagon ambasada. Ambasada e Zvicrës në Kosovë ka reaguar pas përhapjes së lajmeve se Zvicra po kërkon 85.000 punëtor të huaj me paga deri në 6.500 euro. Ky informacion është zyrtarisht i pavërtet. Në reagimin publik thuhet se lajmet që po qarkullojnë në rrjetet sociale dhe portale janë të rreme, dhe se Zvicra nuk ka hapur ndonjë treg të ri pune për një numër kaq të madh punëtorësh. Sipas njoftimit, Këshilli Federal Zvicran ka vendosur të ruajë kuotat ekzistuese për vitin 2026 për shtetasit e vendeve jo Schengen. Këto kuota lejojnë maksimum 8.500 punëtor të kualifikuar, 4.500 leje qëndrimi B dhe 4.000 leje afatshkurtra L. Mesazhi i ambasadës është i qartë, bëhet fjalë për një lajm të rrem dhe qytetarët duhet të kenë kujdes me informacionet që qarkullojnë online.